Jemi në 10 netët e fundit të Ramazanit, po vim pas disa ditësh, disa prej jush nuk janë gati, të gjithë duhet të flasim tani. Jam nata e 21, nata që hap derën e fundit, shumica e njerëzve më trajtojnë si çdo natë tjetër, por unë jam aty ku gjithçka ndryshon. A je gati? Jam nata e 23, studiosit thonë se mund të jem ai. Një natë sa 1000 muaj, ti do të jesh duke fjetur kur të arri unë. Kjo më thyen zemrën. Jam nata e 25, mbëri në një natë jave kur ke punë mëngjesin tjetër. Nuk është aksident, ky është testi, a do të zgjohesh? Jam nata e 27, nata kur shumica e muslimanëve besojnë se është nata e Kadrit, në sekshde do të jem plot, por a do të jesh ende në këmbë në orën 3 të mëngjesit, kur të tjerët të largohen? Unë jam nata e Kadrit, jam fshehur qëllimisht midis këtyre netëve, sepse Allahu do të shohë se kush adhuron çdo natë, jo vetëm atë që adhurojnë në natën kur mendojnë se jam unë. Jam nata e 29. Do të jem nata e fundit e Ramazanit para Bajramit. Disa prej jush do ta festojnë nesër dhe do të harrojnë se unë isha këtu. Ju lutem mos e bëni.